O, sa shumë vap që bëka këtu. U lodha shumë. Dhe nuk shikoj gjurëm ujë. Dhe nuk ka as gjurëm jete. O, zoti im, po nga vinë këto re. Ato nuk ishin më parë. Por, do ta vazhdoj rrugën. Se ndoshta takoj ndonjë udhëtar dhe gjej pak ujë që të freskohem. E çuditshme këto re. Nuk kam parë ndonjëherë re në verë. Vadite kopshtin e Abdullahut. Vadite kopshtin e Abdullahut. Vadite kopshtin e Abdullahut. Vadite kopshtin e Abdullahut. Oh, e çuditshme se si zëri vjen nga reja. Po kush është ky njeri me emrin Abdullah që urdhëron në reja të vadisi kopshtin e tij? Po ku është ky kopësht? Po unë nuk shikoj as një gjurëm jete në këtë shkretëtir. Do të ndjek këtë re që të shoh se ku të shkoj. E çuditshme, kjo re po i drejtohet të maleve të larta. O zoti im, çfarë po shikoj? Kopësht në shkretëtir. Shiu po bie brenda kufive të kopshtit dhe nuk e kalon atë. Padyshim që duhet të jetë ky kopshti që dëgjova nga zëri më parë. Do të hyj aty që të shikoj se çfarë fshihet pas tij. Paqja e Zotit qoftë mbi ty. Edhe mbi ty qoftë paqja e Allahut. Mirë se vjen, mik i nderuar. A mund të më tregosh emrin o njeri? Emri im? Po pse po pyet për emrin tim? Do të tregoj çdo gjë pasi të më përgjigjesh. Mirë, emri im është Abdullah. Emri që vinte nga zëri i res. Zë? Çfarë zëri thua? Po për çfarë po flet tu i panjohur? Nuk po të kuptoj. Është ai zë që unë e dëgjova mbi atë re, që urdhëronte të vadiste kopshtin tënd. Falënderimi i takon Allahut. Të lutem, më trego njëri i mirë, si arrite këtë kopësht? Çështja është shumë e thjeshtë, por nëse dëshiron ta dish, atëherë do ta tregoj se çfarë bëj. Po më kupton? Në momentin që mbledh të mbjellurat e këtij kopshti, atëherë unë i ndaj ato në 3 pjesë. Një pjesë e jap për lëmosh. Një pjesë e ha unë dhe familja ime, kurse pjesën tjetër e mbaj për të mbjellur kopshtin dhe kështu e përsëris çdo herë, prodhim pas prodhimi, çdo vit. Atëherë për shkak të kësaj more shpërblimin e Allahut. Allahu të begatoft në kopshtin tënd. Zoti të bekoft.